Jam I lumtur që ndodhem këtu para jush për të folur për temën growth edhe për qenë pjesë e Creative Mornings. Gjithashtu edhe për të ndarë disa nga si në kuptojnë temën growth dhe si ajo mund shikohet nëpërmjet praktikës time artistike. Kur në fillim fare më riftesa për të qenë pjesë e Creative Mornings dhe për të pasur si temë rritjen, pra growth, e mendova pak në kuptimin çfarë do të thonë për mua të rritesh, pra growth, si e mendoja unë. Dhe duke bërë një dhe reflektimi, mendova, rritje çfarë do të thotë? Rritje do të thotë ku ti merr vetdije, ku merr përgjegjësi. Ku merr përgjegjësi për tjerët, por në radhë parë që të marrësh për tjerët, do të marrësh përgjegjësi për vete. Dhe nëse mund ta ndaja në tre etapa, kjo pjesë pak të përsa përket mua ndahet në pjesën e studimeve, që ka qenë gati 8 vite pranë Akademisë së Arteve në Milano, Brera. Pjesa pastaj e kthimit në Shqipëri, që ishte një shkollë e dytë, një rritje e dytë, akoma më madhe se e para. Diku tek 5 vite me krijimin e një galerie në Tiranë, 20 galeri, bashkë me dy shokët e mi dhe kolegët e mi, Endri Dani dhe Olson Lamaj. Dhe mandej, pastaj, pjesa e tretë, që është dhe aktuale, pjesa e fushës akademike, që për mua fillimisht ishte diçka e re, diçka që më duke e çuditshme, sepse e mendoja vetëm për herë si një artist, jo si një person që mund t'i jepja dikujt mësim, dhe fillova ta mendoja më tepër si një zgjatim I praktikës artistike. Pra, jo ta shikoja si të qenurit profesor standard, si ato që unë kisha pasur në shkollë dikur, por ta shikoja pak më ndryshe, pak të në ato fillimet e mia, si zgjatimi I praktikës artistike. Një prej punëve që unë mund të them që nga ana personale fillova të bëjmë I vetëdijshëm, pra duke pasur një lloj rritje, është një punë ku unë u përballa me fituarit vetëm, me problemet ekonomike, që ka çdo person. Sidomos një person ku vjen nga një realitet, siç ishte Shqipëria 2003-shit, që për gjeneratën time qendra e botës duke Tirana për momentin, por ishte për kjo ideja që duhet ikim për studiuar jashtë, duhet ikim jo vetëm për studiuar jashtë, por për provuar një eksperiencë ndryshe, një jetë ndryshe jashtë. Dhe mundësia vetëm ishte, ose mundësia më e mirë, më e pranueshme ishte Italia, dhe vendi nga vite arti që ne kishim parë më herët ishte Italia. Me atë dini tonë mendonin sikur ne dinim shumë, sepse kishim studiuar në lice artistik në Tiranë, histori e arti, kishim parë libra, maj se gjenim ne dhe me internetin e kohës, mendonin se u dinim, ndërkohë që u përballëm atje me situata që ne nuk I dinim fare. Pra ajo dituria jonë kthye në padituri totale, që kishim disa njohje teknike të gjërave, por nuk kishim njohje pse kishin ndodhur këto gjëra, sidomos çfarë kishte ndodhur në botën aktuale dhe çfarë kishte ndodhur në shekulin 20. Dhe mua personalisht më desh që t'ju futja leximeve, por më tepër jo sepse unë doja dilja I pari klasës, po sepse doja t'u bëja pjesë e komunitetit dhe të komunikoja me shokët e mi të klasës, pra të bëja pjesë e diskutimeve. Nga njëta anë ishte ky problemi që unë që I huaj, përballesha me sfida ekonomike, mundësitë e familjeve shqiptare ishin ato që ishin. Pra ato parat e fillimit u harxhuan shumë shpejt dhe u detyrova që të punoj gjithsej kohë. Ama duke qenë se duhet të punoja, nuk kisha mundësi për të vajtur ndjeshja për këto leksionet nëpër auditori gjatë gjithë kohës, pra në mënyrë të rregullt.
Dhe njëkohësisht isha ky personi që duhet shkoja në punë, një punë si gjithë studentët e tjerë që kishim gjetur jashtë kohë, një punë part-time, po rruga ta bënte të kthej gati si një punë full-time, pavarësisht se paguheshte si part-time. Dhe punoje për të paguar shkollën, për të paguar këtë vendin që supozoj që duhet shkoje, por nuk shkoje dot. Pra kthej një lloj paradoksi, le të themi na. Dhe gjatë atij momenti, që kaloi gati një vit shkollor, vjen një moment ku një pedagog më pyet, që ishte pedagogu i lëndës pikturës, më pyet, ku ke qenë, çka ke bërë gjatë kësaj kohe? Çka ke bërë ti në Itali, pse ke ardhur në Itali? Unë çfarë bëj, çfarë mund t'i thoja, dhe marr bllokun dhe i tregoj pikërisht një gjë që më repronë pa e ditur që kjo ishte një vepër që unë më andeta zhvilloj të tregoj si vepër arte. I tregoj thjesht bllokun me llogaritë e parave që kisha harxuar, shpenzimeve që kisha dhe skicat që kisha bërë gjatë asaj kohe, që ishte si të themi përpjekja për të bërë estetike numrat, le të themi, dhe çfarë shikoja unë gjatë kohës që bëja këto doodles, të zhgaravina, për që në vërtetë ishin llogaritje ekonomike, që ishin llogaritje për sa lek kisha, sa lek duhet harxoja, sa vagonte taksa shkollës, sa orë punë kisha bërë, sa ishte një ditë, gjitha këto shpenzime, që ishin shpenzime që i bënte çdo student në atë kohë, çdo personi. Ama për mua kjo kthye hapësira kohore, pra u kthye si një lloj ditarje asaj hapësire kohore që shfrytëzoja. Dhe kjo vepër, që kjo është e para që po shohim, kjo vepër u quajt il vuoto nello spazio quadrato. Nga italianisht do të thotë boshllëku në hapësirën katror. Hapësira katror ishte pikërisht ky bloku, dhe boshllëku ishte sepse ishte një boshllëk që ishte një boshllëk kohor, le të themi, që dukej si një pjesë kohore pa si të themi boshe, por në të vërtetë ajo plotësoi me anë të këtyre shpenzimeve të përditshme, këtyre llogaritjeve të përditshme, le të themi. Dhe kjo ishte qësia ime e parë, le të themi, ku ishte kjo rritja e parë, sepse duhet të punoja dhe njëkohësisht u kthye edhe një lloj vetëdije që, çfarë është vepra artit për mua? Është për herë ai momenti që duhet studioj, duhet praktikohem, apo është përkthimi ose si taksimi i eksperiencës përditshme në një letër ose në një tablo ose në diçka që është më vizuale për mua. Akoma nuk është që kisha një përgjigje, sepse s'mund të kesh një përgjigje, le të themi, për të tilla gjëra, mendoj është për herë një vazhdimsi, por kjo është një mënyrë që unë atë kohë zgjolla. Dhe pastaj punimi u quajt il vuoto nello spazio quadrato, por kohëzgjatja ishte koha e studimeve, pra 8 vite në Itali, nga 2003 deri në 2010-2011, pra mori si ti më kthye një lloj epopeje të mbajtjes llogarive, njëkohësisht mbajtjes llogarive. Ama që kjo ishte një vepër arti, përveç se një ekspozimi të momentit në klasë, e kuptova më tepër mbasi kjo projekt ishte mbaruar, mbasi shkolla ishte mbaruar, dhe këtu po e shohim një ekspozit në Çmimi Onufri ka qenë në 2012-ën, Per Change to Dream ka qenë titulli i ekspozitës, kuruar nga Daniele Capra, në Galerinë Kombëtare të Arteve të asaj kohe. Njëkohësisht, edhe këtu ku e shohim prapë në Galerinë Kombëtare të Arteve, por njëkohësisht pjesa tjetër është me një deviacion të vogël që është këtë vit në Graz, në Forum Shtat Park në Graz. Njëkohësisht, ajo kohë, pra rritjes personale, për herë me këtë ekonomike, me gjetjen, si të themi, me kërkimin për gjetur vetveten në një po them botë e re, sepse njëta botë ishte, por një situatë tjetër ku identiteti formsohej, le të themi na, është edhe kjo punë që quhet Fibonacci Recipe, që në fakt është një libër artisti mund të quhet, që bazohet tek sekuenca e Fibonacci-t, dhe njëkohësisht bazohet tek faturat e bërjes të vetë librit. Tani, gjatë kësaj kohe, unë kapa periudhën e lirës, kapa direkte euron ku vajta në Itali, por ishte për herë kjo
këto fjalët që xhironin që me lirën ishte më mirë, me erën shumë shtret, me erën është dyfishe gjëra tjera. Unë e kisha dëgjuar, nuk e kisha jetuar, ama çmimet rriteshin, gjatë gjithë kohës rriteshin. Dhe problemet e mia, siç e patëm më përpara, ishin pikërisht ato ekonomike, identitare, të gjetjes në themet e vetvetes në një sistem të ri që ishte sistem ekonomik nga ana tjetër. Dhe ishte për herë kjo ideja që çmimet janë rritur. Njëkohësisht ishin edhe leksione që ne bënim mbi çfarë ishte një vepër arti, si rriti çmimi i një vepër arti, çfarë kishte bërë Manzoni më herët me merret artista, që çfarë ai konsideronte një vepër arti. Dhe unë vendosa në formën e një loje fillimisht që të merrja atë faturën e prodhimit të vet librit, por ta filloja nga numrat e Fibonacci. Dhe çdo faqe, pra çdo faturë, të kthehej në një lloj përjetimi ku numrat ndryshonin, shuma ndryshonte në bazë të sekuencës Fibonacci. Pra duhet ishte nga 1 + 1, 2, 2 + 1, 3, 3 + 2, 5. Pra në vazhdimsi. Vepra është ekspozuar shumë pak. Më të drejtë është ekspozuar në Ludwig Museum dhe në Milano gjatë kësaj kohe. Dhe funksionon në formën e një libertisi që çdo person mund ta marrë ta shpletoj duke hapur në faqe të ndryshme. Pra jo çdo libër ka të njëjtën vazhdim. Duhet kapësh librin 1 që të fillosh nga 0 ose nga 1 dhe pastaj në vazhdimsi vazhdon në për libra të ndryshëm me numra që janë infinit, le të themi na. Kjo periudhë e Italisë, le të themi na, ka të bëjë me një lloj rritje personale, pra jo një qasje kundrit komunitetit, dhe mandej, për herë prap gjatë kohës Italisë, fillova duke mendoj, rritja personale, vetdia pra personale është, pak nga pikpamja ime, ishte e parë në sensin ekonomik, ama çfarë do të thotë vetdije ose rritje ose vetdije identitare ku bëhet fjalë për kontekstin lokal, le të themi na. Pra fillova duke menduar për himnet, për simbolet e një vendi, dhe fillova duke shkruar himnet e çdo vendi të Evropës në gjuhën e tij origjinale, në një punë që quhet Hymns Europe and Hymns Integration, që në fillim kishte si rast kishte vetëm Europën, por më tej ritransformohet edhe me zona gjeografike të tjera dhe me kontinente të tjera, ku himnet e çdo vendi të Europës shkruan në gjuhën origjinale në vazhdimsi, pra shkruan ngjitur me njëra tjetrën, pa pasur një renditje, në mënyrë që në momentin ku duhet t'i lexojmë këto himne, këto të krijojnë një lloj kakofonie, pra të ngatrohen me njëra tjetrën. E vetmja pjesë e dukshme, që nuk ka himne, është vetëm një hedhje uji, pra me akuarel, që tregon një lloj harte të Europës, një lloj harte që nuk është e delimituar e saktë, le të themi si mund të jetë, por është më tepër një hapje vet ujit që na tregon një lloj gjurme. Këtu e shohim në një ekspozit në Berlin, ku publiku mundohet që të fillojë të lexojë hartën, duke lexuar himnet e ndryshme. Dhe kjo ishte një qasje për lokalen. Çfarë ishte lokale, çfarë ishte më tepër se lokalja, pra duke parë përtej kufive tanë. Njëkohësisht me këtë, është një punë tjetër që quhet Andi e Freud, Nushid Al-Fara, e cila përherë ka të bëjë me himnin e Europës, por në këtë rast himni i Europës është i ritransformuar duke parë një këngë që ka qenë për shkollat e vjeçare shqiptare, gjatë kohës paktën që unë kam qenë në shkollat e vjeçare, që ka qenë kënga e Europës, quhej atëra. Kjo këngë vitet e fundit nuk ishte më pjesë e kurikulave të studimit, pak në 2014-2016 që unë kam bërë këtë punë. Nuk ishte pjesë e kurikulave. U mundova që të zbuloja pak historinë e këngës, dhe historia e këngës ishte që vinte nga një poezit e Schillerit, që mandej poezia e Schillerit ishte bërë bashkë me Odën e Gëzimit, që ishte pjesa e fundit e simfonisë 9 të Beethovenit, që më vonë përdorej si himni i Europës, le të themi na. Gjatë kohës që kjo poezi kthehet në këngë në Shqipëri, dhe ne këndonim nëpër shkolla,
merr disa ndryshime të vogla, po në bazë qëndron e njëjta, ndryshime të vogla që i përshtaten shqipës, i përshtaten melodisë të themela. Hiqet kënga, unë kërkoj që kënga të vendoset prapë në një shkollë, dhe shkolla që mu përgjigj mbas 2 vitesh ishte Medreseja e Tiranës. Në Medresenë e Tiranës e bëjmë pjesë bashkë me pedagogët e shkollës, e bëjmë pjesë përsëri këngën, pra përsëri kurrikulën në Medresenë e Tiranës, po për shkak se ata bënin leksionet në 2 mënyra, pra dhe shqip dhe arabisht, e përkthejnë këngën. E përkthejnë këngën në arabisht. Ky nuk ishte rasti i parë që kjo këngë këndoi në arabisht, në fakt këndoi edhe në Egjipt, këndoi edhe më vonë zbroj që këndoi edhe në Egjipt dhe në Siri dhe vende të tjera. Në atë moment unë nuk e dija këtë variant, ama pjesa që ne përkthejmë ishte pikërisht kënga versioni shqiptar i këngës, jo versioni shqilerit le të themi na. Dhe përkthejmë këngën në arabisht, që e përkthejnë ata vetë, dhe për shkak se klasat në Medresenë e Tiranës ishin të ndara midis vajzave dhe djemve, pra nuk ishte qëllimshme fillimisht, gjatë një semestri, klasa fillon të bëj provat për të kënduar këngën. Dhe unë shkoj në fund të semestrit, bashkë me ekipin që po dëgjonim, dhe mundohemi të kapim një orë mësimi, gjatë provave që ata bëjmë për të kënduar këngën. Gjatë filmit, dallohet që kënga nuk fillon nga fillimi deri në fund e një trajshme duke e përsëritur thjesht një këngë, pra duke e kënduar. Por më tepër është një provë, hapasapi, për herë ndërprerje përsëritur. Jo, i thotë, edhe një herë. Pra për herë ka një lloj si themi, prova mbas prove, duke e ndryshuar pak këngën dhe duke e kënduar nga e para këngën, pra një lloj prove për të bërë në thojza europian, po europian pak ndryshe sepse kënga është arabisht për që. Tani, nga një anë për mua ishte rëndësishme kjo pjesa e përkthimit, pra çfarë ndodh kur ne përkthejmë simbole, në këtë rast këtu simboli ishte një këngë, siç ishte një himn, pra çfarë ndodh kur ndodh kjo sintaksa midis këtyre simboleve, dhe nga ana tjetër, kush është roli i institucionit? Institucioni këtë rastin këtu nuk ishte vetëm shkolla, por ishte edhe vetë profesori që thoshte, jo, nuk po e këndon mirë, edhe një herë, thoshte. Pra kush është roli i personit që ty duhet të edukojë dhe duhet të thotë që kjo është mënyra për ta bërë, jo mënyra që ti po e bën. Dhe institucioni këtë rastin këtu ishte si një lloj, pavarësisht se këtu është në një mënyrë soft për qenë, por në vetvete ishte një paralizim midis kush të dikton ty që ti ke këto vlera, që je mbartës si këtyre vlerave, le të themi. Pra jo vetëm nga pikpamja individuale, por nga pikpamja komunitare më tepër, le të themi. Dhe mbas këtyre punimeve vijnë edhe punime të tjera, por që se mund të shkojmë tek imazhet, dhe punime të tjera, por një moment që mendoj që vjen pikërisht mbas atyre punimeve, është pikërisht si themi, ndryshimi im, qasja ime nga vetëm artist në koha që pastaj më desh të punoja duke ndihmuar të tjerë për të bërë ekspozita, pra në rastin e një galeristi në thojza, pavarësisht se ne s'e kemi konsideruar asnjëherë vetëm galerist, sepse hapësira që ne menaxhonim ishte një artist run space, pra hapësirë menaxhuar nga vetë artistët, ku qasja ishte ajo e suportimit të artistëve që jo me dojë mos duhet ishin të ri, por që kishin qasje kundrejt komunitetit, kundrejt lokales, me anë të praktikave të artit bashkëkor. Galeria, siç e përmend pak më parë, quhej Miza Gallery, pra një emër që edhe ngacmonte nga një anë, sepse quhej Miza, duke u adresuar te Miza e Xhotos, pra te legjenda e Xhotos. Dhe për 5 vite, qyteti i Tiranës u mundua të ofronte ekspozita solo show, group show, video dokumentare, artist stock e të tjera. Dhe pa ashtu edhe dokumentimin e librave. Bas kësaj periudhe, vjen një periudhë që mund ta quaj një rritje, një grow i tretë, le të themi, që është ajo pjesa akademike, që për momentin nuk e mendoja si të tillë, sepse për momentin ishte thjesht një eksperiment për një semestër, sipas mendimit tim,
thash me vetë do ta provoj një semestër dhe pastaj do shikoj që të vazhdoj prapë jashtë, sepse sapo isha kthyer nga një residencë artistike në Shtetet Bashkuara dhe ajo pjesë më kishte pëlqyer shumë. Pastaj ndodhi pandemia dhe kështu që nuk mund ta televizja më. Dhe ku fillova me idenë që ishte thjesht një zbatim i praktikës time artistike. Gjatë kësaj kohe zbulova që ekzistonte dhe doktoratura. Deri në këtë moment mua më duke si diçka e pamundur, si diçka që arti është art, doktoratura ose fushë akademike është fushë akademike, dhe si mund të ketë një artist një doktoraturë, pra si një artist mund të bëjë një PhD. Ndërkohë që zbulova rrugës që kishte plot artist me PhD dhe me doktoratura. Pavarësisht se kishte doktoratura të ndarë midis praktikës dhe asaj teorike. Dhe kjo periudhë që zgjati afërsisht 4 vite, ishte një lloj rritje e dyfish sepse më detyroi jo vetëm të ktheja te librat që mundesh që të studioja për dëmsim, por duke parë veten time përsëri si student, por më tepër për të bërë kërkim mbi një gjë që kisha parë në Shqipëri, që ishte videoarti. Tema ime e doktoraturës quhej Influence of Video in Shaping the Perception of the Albanian Public Space. Pra, një qasje kundrejt videos dhe hapësirës publike, se si video frymëson qasjen tonë për hapësirën publike, por e filluar fillimisht nga eksperienca ime në Galerinë Miza. Pse e tillë? Sepse gjatë asaj kohe unë kisha parë që shumica e artistëve, gjenerata e re artistëve shqiptar kishte lënë pikturën ose kishte menjanuar pak pikturën për t'u marrë me video. Dhe kjo më dukej si një gjë, si një fenomen mjaft interesant, që në përgjithësi zgjati disa vite, dikush e vazhdon, dikush nuk merret më me video. Një për këtyre isha edhe unë vetë, prandaj më duke si një piknisje interesante. Gjatë pjesës doktoraturës, gjithsesi u ndesh që të merrem edhe me shkrimin e disa artikujve, le të themi ne. Dhe gjatë kësaj kohe, fillova duke parë jo vetëm qytetin në formë në mënyrë kritik, le të themi ne, për ta kthyer në një vepër arti, por me syrin kritik për të shkruar tashmë për qytetin. Diçka që për një artist vizual është e vështirë për të shkruar për veprën e tij ose për të shkruar për diçka, sepse mendon që të dyja gjërat janë ndara. Aman periudha e doktoraturës për mua është një lloj rritje, një lloj growth, sepse më dha mjetet për të shprehur mendimin tim, për ta shprehur tashmë me fjalë. Dhe një prej artikujve që unë bashkë me kolegen time Armila Xhafaj, Lamaj, këtë rastin këtu, i adresuam qytetin, quhej The Folkloric Spirit Through the Form, e cila merret pikërisht me formën, me përdorimin e formave folkloristike, dekorit folkloristik në qytetin e Tiranës. Shkrimi ka një qasje kritike kundrejt qytetit. Njëkohësisht, me përfundimin e doktoraturës ose përfundimin e kësaj pjese akademike, të cilën po vazhdojmë ende, edhe qasja artistike filloi duke të shkruar prak. Pra një lloj, nuk mund ta quaj rritje tjetër, por një lloj vazhdimësie të kësaj rritje kundrejt pjesës kritike, kundrejt natyrës dhe çfarë është transcendencialja. Filloi duke projektuar një lloj serie midis skulpturës dhe vizatimit, e cila lidhet me lulet, lidhet me ato që nuk kanë kufi, me ato që nuk kanë një borderline që mund t'i kufizojë, le të themi ne, që në një mënyrë mund të heci midis ose mund të ketë paralelizma midis dimensionalitetit. Dhe ishte një seri e filluar, paktën si prova e filluar në Serbi, në Terra Foundation, e filluar me një seri krijesash e cila aktualisht është në zhvillim, dhe pastaj mandej një seri e vizatimeve që edhe kjo është ende në zhvillim, që niset nga gjurma, nga njolla, nga baza e lënë e luleve të vdekura brenda një bloku, siç përdorim për t'i tharë këto, dhe gjurma e lënë e tyre pastaj është zhvilluar në mundësitë e ndryshme që mund të ketë një lule. Nuk kërkohet për të bërë lulen në vetvete siç është lulja, por më tepër një lloj mundësie se si mund të ishte lulja duke u nisur nga gjurma, nga njolla që lën lulja.